një vend qesharak, komplet qesharak. Që s'kishte asnjë lloj pozicioni, asnjë lloj, nuk gëzonte asnjë lloj respekti, thjesht formalitet. Edhe ishte tamam si kur takon dikë që ti e shef që ai po të dëgjon, por ndërkohë po të shikon në një mënyrë që të thotë, mbaro tani se kam punë do iki. Kjo ishte. Dhe po të kthejmë syt mbrapa, Shqipëria kur në historinë e vet nuk ka qenë në pozicionin që është sot ndërkombëtarisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur e përsëris se kanë zbuluar ata detin dhe malin. Ka ndodhur sepse procesi i shtetbërjes që ne e kemi pasur qëllimin ton strategjik qysh në fillim, po shkon drejt përmbylljes vet. Se në momentin kur Bashkimi Evropian të fut brenda, ti je bërë shtet, që nuk diskutohet. Mund të kesh 1001 gjëra që duhen vazhduar të përmirësohen dhe që i ka Gjermania si ke ti. Por ama që ti je bërë shtet, je bërë shtet. Nuk futesh atje ndryshe. Tani, këtu kam sjell disa të dhëna dhe po e filloj me këtë dhënë që sipas meje duhet mjaftonte për të gjithë këta klientët e berberhaneve që minimalisht t'i jepnin popullit të shumicës një mundësi që ta konsideronin si të arsyeshëm kur thot vendi po shkon drejtimin e dur apo kur thot mbështesin Partinë Socialiste dhe mos ta etiketonin si të smur. Ky është prodhimi. Sa herë dëgjohet, sa herë flitet nëpër rrugët ato kanalet e kënetës që këtu s'ka prodhim, që këtu s'ka fabrika, që këtu s'ka asgjë. Por ja që shifra flet vet. Prodhimi i brendshëm bruto ose prodhimi i përgjithshëm kombëtar është ajo që ka një vend krijon si vlerë në tërësinë e vet. Dhe ajo matet me instrumentat që në fund të nxjerrin shifrën. Sa e ke ti kapacitetin tënd financiar si vend? Më pak se 10 miliard në momentin kur ne morëm detyrën, kemi kaluar 25 miliardët dhe e kemi rritur si kur më parë me 2 herë gjysmë prodhimin e përgjithshëm.